tyre 3-4 mujve, me u dok ne as nuk ka qenë bindje jo ne që jemi duke punu me bloku Albinin me shku në zgjedhje na. S'ka qenë. Ka nërë zgjedhjet, pa, si me thonë, mos kreativitetit ti, pa aftësia ti, mos dëshira me bashkëpunu, nga ka pru në zgjedhje. Faleminderit shumë, shkojmë zgjedhje, jemi 100% pregaditëm. 100% pregaditëm. Nuk e kum dasht. Nuk e kum dasht. Mirë po, në momentin që presidenti ka dalë, ka thonë, si shumicë parlamentare, si kuvend, nuk një arrit me zgjedhje një presidente, vendit të me shku në zgjedhje, për neve, prej asaj dite, na jemi gati. Nuk kemi qenë gati për zgjedhje në kuptimin, s'kemi dasht, kemi konsideruar që janë kryer zgjedhjet, le të vazhdojnë institucionet e kështu me radhë. S'kemi dasht në asnjë moment me kriju edhe një krizë. Arsyeja pse kemi shku te Albin Kurti në takime. Unë po i ka njerë do kritika. Shikon, nuk ka nevar dëshire të veçantë zëri Hamza me taku Albin Kurtin. Nuk ka nevar dëshire. Në ai ka shku në përgjithësi shtetërore. Ka shku në përgjithësi shtetërore. A ka nevojë Kosova për një zgjidhje nga ona PDK-s, po pe ofrojmë. Ka desh zoti Kurti me bu një lojë, të luaj një lojë, jo peçes një emër tem, jo peçes që një Andinin. Edhe sa jeni të gatshëm ju, çush më thon, me marrë që të përgjithësi shtetërore, përderisa elektorati po thotë që të përgjithësi shtetërore do na mjafton zotit Kurti. Për shembull, nëse vendimi i gjykatës do të poshtojmë edhe një 60 ditë, pra nuk e di se çush kanë marrë këtu, po kemi pa plot herë vendimit të gjykatës kushtetuese, të cilat kanë qenë ndoshta edhe jashtë logjikës që na kena menduar. Pra, vendimi i tyre, edhe me 60 ditë, ju do të takoj prapë me zotin Kurti, prapë do të provoni me gjetë një zgjidhje, apo fakti që zoti Kurti me ato çfarë bëri deri me tash, pra, me pagadishmërinë e tij për me dhënë një opsion i cili mund ta nxjerrte vendin. Ata kthehemi pak që diskutojmë ndryshe. S'po shkojmë në zgjedhje. S'po shkojmë në takim me zotin Kurti. Del zoti Kurti ta jep një version ty që ti ndoshta si Leonardo e kishe ndëgjuar, kishe thonë, interesant. Ta shumë po ta versionin sepse ne kemi qenë takim. Po, ama unë mendoj se jeni viktime që nuk jemi viktimë. Nuk bashkëpunojmë na me listën serbe. Edhe ju thoni na nuk bashkëpunojmë me listën serbe, na nuk e bëjmë asociacionin. Na, domethënë, çfarë do të thotë ai? Opozita është okej, pra ton kohën ju i ka funksionuar mbi në shantazhin që e temave që po ja u dikton zoti Kurti. Pra, ne kemi dërguar disa ligje në gjykatën e kushtetuese, më duket 14, kemi nal aq sa kemi pasur. Një fitu komplet, më duket prej nuk di në çën këtë PDK-s, po kemi pas shumë iniciativa. Kemi ndal shumë iniciativa të gabume. Kemi bërë një opozicië sa i përket energjisë elektrike jashtëzakonisht madhe në aferën e Martin Berishës, mandej kur doli edhe Martin Berisha që ishte paguar nga Serbia direkt për rolin e tij në shitjen e energjisë elektrike. Pra kemi bërë, me na thonë që mirë po duhet me kuptu diçka. Si Parti Demokratik Kosovës nuk jemi në gjendje me ashti flokën Kosovës veç me dalë kundër Albin Kurtit. Sot duni me kuptu. Edhe ti në studio edhe krejt studio. Duni me kuptu. Do nuk ne nuk jemi njerëz që thojmë a diçka pe ashtim flokën Kosovës krejt, heq beso me rëndësima, as për na intereso Kosovë, as për na interesojnë ligjët, as për na interesojnë kur gjë, pse me rëndësi na mu dok që mi bindë njerë që na jemi kundër Albin Kurtit. Dhe jo, une asë njerë për dhe këja bashkëpunim me të s'ka pos. Kur koalicion me të s'ka pos. Kur vardisje për koalicion s'ka pos. Kur ofertë për qeveri s'kena pos. Kur s'kemi dërgu ofertë për qeveri. Kur s'kemi pranu ofertë për qeveri. Na jem konstantja që kemi thonë që kjo lloj politike është e gabume për Kosovën. Pra, nëse na thot dikush neve, krejt tjerë, krejt kanë flirtu. Krejt janë bu bashkë. Krejt kanë pas kohë në një kohë caktuar që janë bu me Albin Kurtin. A është e vërtetë që kjo? A ke po në erë tip PDK-n që bu me Albin Kurtin? Në kuptim politik, partijak, a o bashku në erë? Asë në erë. Si në kriju kushtet, se... Qysh? Ja, kur do më vardis kushtet, krijon kur dush. Jo, na, që apo thëmë, a i kem rastin tash për prezident? A ke pas parti tjera që kanë thonë qeveria anë e këne? Nas kemi dashtë. S'kan folë për qeveri. Por nas kena deshtë heq, as me folë, as sokon tema dhe kena folë herët. Nuk kemi interesim për qeveri. Nuk kemi as në interesim. Na kemi interesim me shku me bo zgjidhje për presidentin, për institucionet vendit, qofse kemi mundësi na me bo zgjidhje. Po na lyp ndihmën tonë, pe don ekspertizën tonë, pe don votën tonë, këto janë kushtet tona. Pra, çka po du me thonë është me tentu tani
A dëshirojmë ne që Kosova të ketë rezultate edhe në kohën e Albin Kurtit? Po, kjo e realitet, Leo. A kom qef une që në Xanx me pas një program arsimor më të mirë? Po, s'ka lidhe që konë Arbija Nagovci ministre, kësha pas qef me ndodhë. Pra, a ka nevoj me pas sigurim shëndetësor Kosova dhe a isha mundu me bo diçka që me i dhonë sigurim shëndetësor Kosovës edhe në kohën Arben Vitis? Po, pra kum pas qef dhe ne si PDK kemi dëshirë që disa suksese të cilat janë të qytetarëve mu realizu. Pra unë s'jëm gjendje së tëmë sot pe blokojnë e sigurime shëndetësor, ne të di njerë që jëm kundër qeverisë të Albin Kurti. Jo nuk jam. Unë e kum që për ta marrë një shembull, unë e kum draftu një ligj. Ligjin për kontrollin e çmimeve të banëve. E kum draftu, ja kum dorëzuar në kuvend Arben Vitis. Pra unë kisha pas një logjik kundër qytetarëve. Pra për inati, për inati 30 ndek djali, pra të shakon qasë unë se kisha draftu, nuk ja kisha dhënë një ligj. Unë ja kum dhënë ligjin. Ju urdhno bëne. E ka bu mas 3 vjete, o i ngath të ka bu mas 3 vjete, 4 vjete dhe ende sot ka probleme. Mirë po, duhet me kuptu PDK-n kush është. Partia Demokratike e Kosovës. Qytetarin, a është në Kamenic, a është në Skenderaj, a është në Zhurë, a është në Mitrovic, a është në Pej, a është në Gjakova, ku është, që ka një nevoj, që ka një kërkes, që pret një zhvillim, Partia Demokratike e Kosovës nuk ka më konë pengesë ati zhvillimi. Mirë po, në këto, nuk më në dikush me nga thonë, neve, keni najt, jeni konë jeni duk si ofër Albin Kurtit. Asë njerë si nga duk ofër. Po, kritikat që shpesh vinë pi gazetarëve, që sigurisht nuk janë, që me thonë mas pari, nuk mund të themi që fjallët e gazetarëve janë vendime kështu, që me thonë janë të vërteta absolute, po i diskutojnë. Janë mendime. Pra, zakonisht ki marrë kritika edhe ju personalisht, edhe pjesa e njerëzve të PDK-s, pra, cilët kanë kalu në për fushatat caktume dhe që viteve të fundit është duk që disi të lodhur ose që merren me punë tjera jashtë partisë politike. Pra, disi punoni që më thonë ka një herë, që më thonë, punoni që thonë në Zvicër, punoj 30%. Pra, keni punu ma pak se sa ish dasht ose sa ish prit, për dikuj për shembull ju, Memli, Bernardi, Vlora, Besiona, etj. Pra njerëz që e keni tashmë një përvojë të madhe politike, me fushata e me tjera që të viteve të fundit disi, pra duke më të lodhur se sa e keni edhe mundësit, pra edhe moshën për më marrë me këtë punë. E para pra po them se po e përdor që disa herë fjalën të lodhën, të më thonë unë e nxo vetëm kështu njëri energjik edhe nuk e nxo vetëm njëri që lodhem lehtë. Dhe ajo nuk ka ndodhë, sa e përket punëve tjera, unë tash nuk me folë për secilin individualisht, unë mire me parti edhe që kjo është angazhimi jam kryesor për pas një angazhimi tjetër që e kam, që është në ekip mbrojtjes në Hag, po ajo është jashtë syrit publik edhe jashtë pozicionit tem publik, unë rol tjetër nuk kam, edhe nuk mire me asgjë tjetër, dorën zemë nuk kam qef më marrë me asgjë tjetër. Kështu politikën nuk e kam detyrim për arsye financiare, po e kam detyrim për arsye përgjegjësisë që besojnë to.